Autoritetet austriake nuk kanë publikuar ende një listë zyrtare të plotë të viktimave dhe të lënduarve për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe moshës së të përfshirëve, nga të dhënat e deri tashme që janë konfirmuar prej policisë së Austrisë. Në mesin e viktimave gjendet vetëm një shtetas i huaj me origjinë nga Polonia, viktimat e tjera janë shtetas austriak, ndërsa shtetas nga Kosova nuk ka as në mesin e të plagosurve. Pra bëhet fjalë për shtetas, zyrtarisht shtetas të Republikës së Kosovës, kurse jo zyrtarisht edhe Ministria e Punëve të Jashtme e thot që me priardhje nga Kosova mund të jetë njëra prej viktimave që tashmë është konfirmuar edhe nga familja e të ndjerës Lea Bajrami që jeton në komunën e Vitis në Kosovë. Për të folur për këtë rast tragjik e kam në linjë të drejt për drejt Martin Markun nga shoqata Nën Tereza në Graz të Austrisë. Kryetari i kësaj shoqate. Faleminderit shumë zoti Marku që inkuadrove në Kompas sonte. Mirëmbrëma, faleminderit. Një lajm tragjik për Kosovën, një humbje jete e një të miture, po ashtu tragjedi për gjitha viktimat. Nuk kemi informacion të konfirmuar zyrtarisht, siç e lexova dhe emailin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, por megjithatë çfarë dihet deri tash për këtë tragjedi? Me thonë drejtën, kjo e cila ndodhi sot është një tragjedi nacionale, ku drejta austrisë nuk bëhet mend se ka pas diçka kështu. Dikur rreth orës 10, një nxënësja së shkollës jashtë të quajtur e Artur, hyri në klasën e vet ku ka qenë përpara dhe filloi tragjedinë. Me thonë drejtën, ne gjithë jemi edhe shumë të emocionuar në këtë raste, sidomos kur morën vesh edhe për Angelushën tonë Lea Bajrami. Shtetet austriake kanë reaguar me njëherë, do të thotë Arturi ka poseduar 2 armë me leje, një pistolet dhe një armë gjahu. Me njëherë janë informuar organet shtetërore, ku kanë reaguar prej Kobrës deri te policia normale. Arsyeja sepse nuk po jepen detajet eksakte, nuk e di, sigurisht është ndoshta punë e organeve shtetërore, ata i kanë edhe ato obligimet e veta, të cilët do t'i kryejnë. Arturi ka shku në klasën e vet dhe ka fillu mas pari, si mas do informatave, unë jam edhe aktivist, jam edhe i kyçur këtu në politikë në Partinë Popullore, jam edhe ansambleist. Unë i mora edhe këta kolegët e mi me ju thonë drejtët partisë, bashkëpartiak të mi, po nuk e di. Asnjë nuk ishi sigurt me dhënë informata eksakte. Tragjedia e cila ndodhi la 10 të vdekur, aktualisht u informuam se edhe ai prej atyre 30 që ishin të stacionuar në spital, 2 me gjendje shumë kritike, njëri prej tyre vdiq. Sipas informatave të cilat ne i kemi, janë disa informata e disa arsye se Arturi ka bërë këtë tragjedi. Pse, çka mund ta ketë çuar deri te ky veprim, a dihet të paktën në bazë të analizave deri tashme të autoriteteve? Po neve i kemi, nuk janë ama informata të sakta, ju lutem. Njëra është arsyeja se Arturi ka qenë, nuk e di pse edhe mbiemrin e tij nuk e dhon, Arturi ka qenë i injoruar ton kohën në shkollë ku edhe ai e ka bërë këtë tragjedi, si nga nxënësit ashtu edhe nga mësimdhënësit. Kurse tjetra, nuk e di, shumica po thonë se pak a shumë këto teknologjitë e sodit. Kohë gjatë e ka kalu në për kompjutera, ku e di une se që ka bërë tonë natën ai, dhe se si mas do informatave ka kalu në depresione. Një orë mas rastit i cili ndodhi, ne personalisht me një mik timi më kalu masaj dhe me makinë, edhe patëm koza si vështirë me dalë prej asoj
krize, po neve nuk e dishim arsyeën. Me njerë, kur është dhonë informata në media, kryeministri Austrisë dhe ministri punëve të jashtme punëve të brendshme, janë ardhur në Graz. Dhe kryeministri ka kërkuar që flamurit të ngritet në gjymës dhe 3 ditë zit mbahen në Austri. Nesër pritet në ora 10 në zyren e kryetarit Krahim Shpermarkut ketë edhe 1 minutë thjeshtje. Një pjesë e madhe e qytetarëve kanë filluar veç me bëha marrë me ndeshje qeverimit të qendrës Grafit. Ju kërkoj falje, po jam më të vërtet me emocione. Skader. Kur morën vesh se në këtë tragedi janë njëherë flitë se janë 2 shqiptarë. Po ma vonë doli se është vetëm një shqiptare, Engjëllesha jonë Lea Bajrami e cila e në la. Personalisht, une para një 2 ore bisedova edhe me babën e saj Ilirin, ne njifemi që 20-25 vjetë. Ju thamë sinqerisht, me seriozitet plot, as unë asaj nuk patëm fort me bisedu njëri me tjetrin në telefon, edhe nuk e di atë vetë se e mbyllën telefonin. Është një rast më të vërtet shumë i vështirë, informatat sakta nuk po na jep askush, edhe na po i marrim informatat kështu si kur ju nëpër media. Une bisedova me kryetarin e Partisë Popullore, bisedova edhe me këta kolegët e mi partijak, edhe vetë dyshoj, edhe vetë nuk po di se ku është arsyeja se nuk po jepen informatat eksakte. Po përderisa organe shtetërore të fillu prej kriminalistikës deri te policia, nuk kanë dhënë diçka eksakte. Mirë po, s'ka është diçka interesante se kur ju ka bastit shtëpia i fëmijës, është gjetë një letër e amanetit aty. Po as këtë letër... Kalon do një mesazh sulmuesi këtë rast. Po, nuk e di se ata e kanë deklaruar se mesazhet e tij janë gjetë në shkruar në letër, por nuk i tregojnë mesazhet edhe arsyeën se pse. A dihet përmbajtja deri tash? Po, ta thash, këto 2 arsye janë. Njëra gjoja se ka kalu në depresione prej këtine lojrave kompjuterike, edhe dyta ka qenë i injoruar prej nëzënësave që ka qenë në shkollë dhe prej në cimdhense. Ka thënë ai vetë në letër që ka qenë injoruar në shkollë paraprakisht dhe ka rënë depresion. Jo, letri nuk e kanë deklaru akoma organet shtetërore. Pra nuk dihet përmbajtja e letrës deri më tash. Përmbajtja e letrës nuk dihet akoma. Nuk e di pse s'pe deklarojnë, po kemi më të vërtet jashtëzakonisht shumë pak informata në këtë drejtim. Edhe neve shumicën e informatave marrim prej mediave sociale. Marku, e tha që s'ka ndodhur më herët një rast i tillë në Graz të Austrisë, ngrit pikpyetje kjo për sigurinë tash edhe të nxënësve edhe të shkollave, por edhe sigurinë publike në përgjithësi. Dëgjoni, Grazi është kryeqyteti kulturës evropiane. Edhe se Grazi është shpallë në vitin 2007 që qyteti i pajtimit, kjo më të vërtet ka qenë një tragedi shumë e madhe, e cila ka ndodhur aktualisht në Graz, edhe normal që do të ndikoj shumë në të ardhmen. Tash nuk e di sigurt, po që shpejti do të dalin sigurisht me një ligj të ri, ku do të provojnë ndoshta me pas siguri më të madhe shkollore. Aktualisht është këtë kjo ajo që ju thash. E qartë. Kërkoj edhe njerë nëpërmjet këtij televizioni ta përshëndes dhe i urojnë ngushëllimet më të përzemërta miku tim Ilirit. Dhash Zoti, e së ndodhin këto raste kur kisha kërku të gjithë t'i lutemi Zotit që mbizotroj paqja dhe dashuria mbi njerëzimin.
Edhe ne shprehim ngushëllime familjes. Marku, faleminderit shumë për inkuadrimin në Kompas dhe gjithë informacionet që jetat për neve. Për çdo rast, çka të kemi tre, do t'i shkruaj zotërisë me cilin jam në kontakt. Faleminderit shumë. Do t'jemi në kontakt patjetër. Gjithashtu edhe ju faleminderit. Ju përshëndesim. Shikues nderuar, do të ndryshojmë tani temë. Sot është mbajtur takimi i parë mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel në kuadër të dialogut në ndërmjetësimin e emisarit të ri të Bashkimit Evropian Peter Sorensen në